Data 8 janar. Zanafilla, kapitulli 8. Pastaj Perëndisi ju kujtua Noeu, të gjitha gjallësat dhe tërë baktia që ishte me të në ark. Dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë dhe ujërat u ulën lartësinë e tyre. Burimet e humnerës dhe kataraktet e qiellit u mblodhen dhe shiu nga qielli pushoi. Dhe ujërat vazhduan të tërhiqeshin nga toka. Dhe mbas 150 ditësh ishin paksuar. Në muajin e 7, ditën e 17 të muajit, arka u ndal në malet e Araratit. Dhe ujërat vazhduan të paksohen deri në muajin e 10. Në muajin e 10, ditën e parë të muajit, u duken majat e maleve. Kështu mbas 40 ditësh ndodhi që Noeu hapi dritaren që kishte bërë në ark dhe nisi jashtë korbin që vazhdoi të shkojë para dhe prapa derisa u than ujërat mbi tokë. Pastaj lëshoi pëllumbin për të parë nëse ujërat ishin paksuar mbi sipërfaqen e tokës. Por pëllumbi nuk gjeti dot vend ku të mbështeste këmbën e tij dhe u kthye përsëri në ark, sepse kishte ende ujëra mbi sipërfaqen e tërë tokës. Dhe ai shtriu dorën, e kapi dhe e tërhoqi brenda arkës. Priti atëherë 7 ditë të tjera. Pastaj e dërgoi përsëri pëllumbin jashtë arkës. Dhe pëllumbi u kthye tek ai aty nga mbrëmja. Dhe ja, ai kishte në sqep një gjethe ulliri të këputur të njom, kështu Noeu kuptoi se ujërat ishin tërhequr nga toka. Atëherë priti 7 ditë të tjera. Pastaj e lëshoi jashtë pëllumbin, por ky nuk u kthye më tek ai. Në vitin e 601 të Noeut, në muajin e parë, në ditën e parë të muajit, ujërat ishin tharë mbi tokë. Dhe Noeu e zbuloi arkën, vështroi dhe ja që sipërfaqja e tokës ishte e thatë. Dhe kështu, në muajin e dytë, në ditën e 27 të tij, toka ishte e thatë. Atëherë Perëndia i foli Noeut duke thënë: Dil nga arka ti, gruaja jote, bijtë tu dhe gratë e bijve të tu bashkë me ty. Nxirr me vete tërë kafshët që janë bashkë me ty, të çdo mishi që t'jenë, zogj, bagti dhe tërë rrëshqanorët që zvarriten mbi tokë, me qëllim që të rriten shumë mbi tokë dhe të jenë pjellore e të shumohen mbi tokë. Kështu Noeu doli me bijtë e tij, me gruan e tij dhe me gratë e bijve të tij. Të gjitha kafshët, të gjithë rrëshqanorët, të gjithë zogjt, gjithë shka lëviz mbi tokë sipas familjeve të tyre dolen nga arka. Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin. Mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogj të pastër dhe ofroi fli mbi altarin. Dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme dhe ai tha në zemër të vet: Unë nuk do ta mallkoj më tokën për shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë të këqija qysh në fëmijërinë e tij, dhe nuk do të godas më çdo gjallës siç kam bërë. Derisa të jetë toka, nuk do të pushojnë kurrë sa ekzistuari mbjellja dhe korrja, të ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata. Mateo, kapitulli 8. Tani kur ai zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. Dhe ja një lebroz erdhi dhe e adhuroi duke thënë: O Zot, po të duash, mund të më pastrosh. Dhe Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe i tha: Dua, qofshi pastruar. Dhe me njëherë lebra e tij u pastrua. Atëherë Jezusi tha: Ruhu se ja tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti dhe shpjerr dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu si dëshmi për ta. Kur Jezusi hyri në Kapernaum, i erdhi pranë një kryeqindës duke u lutur dhe duke thënë: O Zot, shërbëtori im rri shtrirë në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë. Dhe Jezusi i tha: Unë do të vi dhe do ta shëroj. Dhe kryeqindësi duke u përgjigjur i tha: Zot, unë nuk jam i denjë që të hysh në çatin time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Sepse edhe unë jam një njeri nën urdhrin e të tjerëve, dhe i kam ushtarët nën vete, dhe i them dikujt shko, dhe ai shkon, dhe i them një tjetri eja dhe ai vjen, dhe i them shërbëtorit tim bëje këtë dhe ai e bën. Dhe Jezusi kur i dëgjoi këto, u mrekullua dhe u tha atyre që e ndiqnin: Në të vërtetë po ju them se as në Izrael nuk gjeta një besim kaq të madh.
Po ju them se shumë do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi, dhe do të ulen në Turez me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin në mbretërinë e qiejve, por bitë e mbretërisë do të flakën në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Dhe Jezusi i tha kryeqindësit: "Shko dhe tu bëft ashtu si besove." Dhe shërbëtori i tij u shërua që në atë çast. Dhe Jezusi erdhi në shtëpinë e Pietrit dhe pa që vjera e tij ishte e shtrirë me ethe. Dhe ja preku dorën dhe ethet e lanë dhe ajo u ngrit dhe u shërbeu atyre. Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të demonizuar, dhe me fjalën i dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët, që të përmbushej e thëna përmes profetit Isaia kur tha: "Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona." Por Jezusi, duke parë rreth tij turma të mëdha, urdhëroi që të kalonin në bregun tjetër. Atëherë një skrib ju afrua dhe i tha: "Mësues, do të ndjek kudo që të shkosh." Dhe Jezusi i tha: "Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit çerdhe, por biri i njeriut nuk ka as ku të mbështet kokën." Pastaj një tjetër nga dishepujt e tij i tha: "O Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim." Por Jezusi i tha: "Më ndiq, dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet." Dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin. Dhe ja, që u ngrit në det një stuhi aq e madhe, sa valet po mbulonin barkën, por ai flinte. Dhe dishepujt e tij ju afruan dhe e zgjuan duke i thënë: "Zot, na shpëto, po humbasim." Dhe ai u tha atyre: "Pse keni frikë o njerëz besim pak?" Dhe pasi u ngrit, qortoi errat dhe detin dhe u bë bunace e madhe. Atëherë njerëzit u mrekulluan dhe thoshin: "Kush është ky të cilit po i binden deti dhe errat?" Dhe kur ai arriti në bregun tjetër, në krahinën e Gergesenasve, i dolën para dy të demonizuar që kishin dalë nga varret, aq të dërbuar sa që askush nuk mund të kalonte në atë udhë. Dhe ja filluan të bërtasin duke thënë: "Çka midis nesh dhe teje, Jezus, biri i Perëndis? A ke ardhur këtu të na mundosh para kohe?" Por jo larg tyre ishte një tufë e madhe derrash që po kulloste. Dhe demonët ju lutën duke i thënë: "Në qoftë se na dëmon, na lejo të shkojmë në tufën e derrave." Dhe ai u tha atyre: "Shkoni." Kështu ata pasi dolen hynë në tufën e derrave, dhe ja gjithë tufa e derrave u hodh nga gremina në det dhe u mbyt në ujë. Dhe ata që i kullotnin morën arratin dhe kur shkuan në qytet, treguan gjithçka, edhe ata të demonizuarve. Dhe ja, gjithë qyteti i doli para Jezusit, dhe kur e pan ju lutën që të largohej nga krahina e tyre. Ezdra, kapitulli 8. Këto janë krerët e shtëpive autorore dhe lista gjenealogjike e atyre që u kthyen me mua nga Babilonia në mbretërimin e Artakserksit. Nga bitë e Fineasit, Gershomi; nga bitë e Ithamarit, Danieli; nga bitë e Davidit, Hatushi; nga bitë e Shekanjahut; nga bitë e Paroshit, Zakaria, dhe bashkë me të u regjistruan 150 meshkuj. Nga bitë e Pahath Moabit, Elihoneai, bir i Zerahjahut, dhe me të 200 meshkuj. Nga bitë e Shekanjahut, i biri i Jahazielit, dhe bashkë me të 300 meshkuj. Nga bitë e Adinit, Ebedi, biri i Jonathanit, dhe bashkë me të 50 meshkuj. Nga bitë e Elamit, Isai, biri i Athaliahut, dhe bashkë me të 70 meshkuj. Nga bitë e Shefatjahut, Zebadjahu, biri i Mikaelit, dhe bashkë me të 80 meshkuj. Nga bitë e Joabit, Obadjahu, bir i Jehielit, dhe bashkë me të 218 meshkuj. Nga bitë e Shelomithit, biri i Josifjahut, dhe bashkë me të 160 meshkuj. Nga bitë e Bebait, Zakaria, biri i Bebait, dhe bashkë me të 28 meshkuj. Nga bitë e Azgadit, Johanani, biri i Hakatas, dhe bashkë me të 110 meshkuj. Nga bitë e Adonikamit, të fundit, emrat e të cilëve ishin Elifelet, Jefiel dhe Shemajah, dhe bashkë me ta 60 meshkuj. Nga bitë e Bigvait, Uthai dhe Zabudi, dhe bashkë me ta 70 meshkuj. Unë i mblodha pranë lumit që rrjedh në drejtim të Ahavës dhe fushuam aty 3 ditë. Kur kalova në revist popullin dhe priftrind, nuk gjeta as një bir leviti.
Atëherë dërgova të thras Eliezerin, Arielin, Shemajahun, Elnathanin, Jaribin, Nathanin, Zakarian dhe Meshulamin që ishin të parë, si dhe Jojaribin dhe Elnathanin që ishin njerëz të urtë, dhe i urdhërova të shkonin tek Ido, kreu i lokalitetit të Kasifias, dhe u vura në gojë fjale që duhet të thoshin Idos dhe vëllezërve të tij Nethinejve në lokalitetin e Kasifias, që të na dërgonin njerëz që të kryenin shërbimin në shtëpinë e Perëndisë tonë. Meqense se dora mirëbërëse e Perëndisë tonë ishte mbi ne, ata na dërguan Sherebiahun, një njeri me mend nga bijtë e Mahlit, birë të Levit, biri i Izraelit, bashkë me bijtë e vëllezrit e tij, gjithsej 18. Dhe Hashabiahun dhe me të Isai nga bijtë e Merarit, vëllezrit dhe bijtë e tyre, gjithsej 20. Dhe nga Nethinejt që Davidi dhe krerët kishin caktuar në shërbim të levitëve 220 Nethinej, të gjithë të caktuar me emër. Aty pranë lumit Ahava, unë shpalla një agjërim për të përullur përpara Perëndisë tonë, për t'i kërkuar një udhëtim të sigurt për ne, për fëmijët tanë dhe për të gjithë pasuritë tona. Në fakt, unë kisha turp t'i kërkoja mbretit një roje ushtarësh dhe kalorësish që të na mbronte nga armiku gjatë udhëtimit, sepse i kishim thënë mbretit: dora e Perëndisë tonë është mbi të gjithë ata që e kërkojnë për të mirën e tyre, por fuqia e tij dhe zemërimi i tij janë kundër të gjithë atyre që e braktisin. Kështu ne agjëruam dhe ju lutëm Perëndisë tonë për këtë arsye dhe ai e dëgjoi lutjen tonë. Atëherë unë zgjodha 12 nga krerët e priftërinjve, Sherebiahun, Hashabiahun dhe bashkë me ta 10 nga vëllezërit e tyre. Dhe u peshova atyre argjendin, arin, vegla që ishin oferta e bërë për shtëpinë e Perëndisë tonë nga mbreti, nga këshilltarët dhe nga paria e tij dhe nga të gjithë izraelitët që ndodheshin atje. Në duart e tyre peshova gjithashtu 650 talenta argjendi, vegla prej argjendi me një vlerë prej 100 talentash, 100 talenta ari, 20 kupa ari, me një vlerë prej 1000 darik, 2 enë prej bronzit të hollë dhe të shndërishëm të çmueshme si ari. Pastaj u thash atyre: ju jeni shenjtëruar Zotit, edhe përdorëset janë të shenjta, dhe argjendi dhe ari janë një ofertë vullnetare për Zotin, Perëndinë e etërve tuaj. Kini kujdes dhe ruajini derisa t'i peshoni përpara krerëve të priftërinjve, levitëve dhe të parëve të shtëpive atërore të Izraelit në Jeruzalem, në dhomat e shtëpisë së Zotit. Kështu priftërinjtë dhe levitët morën argjendin, arin dhe veglat që u peshuan atëherë për t'i çuar në Jeruzalem në shtëpinë e Perëndisë tonë. Ditën e 12 të muajit të parë u nisëm nga lumi Ahava për të shkuar në Jeruzalem. Dora e Perëndisë tonë ishte mbi ne dhe gjatë udhëtimit na liroi nga armiku dhe nga pritat e tij. Arritëm kështu në Jeruzalem dhe qëndruam 3 ditë atje. Ditën e 4 në shtëpinë e Perëndisë tonë u peshuan argjendi, ari dhe veglat në duart e Meremothit, biri të priftit Uriah, me të cilin ishte Eleazari, biri Fineasit, dhe me ta levitet Jozabad, biri Jeshuas dhe Noadjahu, biri Binuit. U njësua dhe u peshua çdo gjë, dhe pesha e të gjitha gjërave u vu me shkrim. Të mërguarit që u kthyen nga robëria i ofruan si holokaust të Perëndisë së Izraelit 12 dema për tërë Izraelin dhe 96 desh, 77 qengja dhe 12 ciep si flijim për mëkatin, e tërë kjo si holokaust për Zotin. Pastaj u adorzuan dekretet e mbretit satrapëve të mbretit dhe qeveritarëve të krahinës matan lumit, dhe këta ndihmuan popullin dhe shtëpinë e Perëndisë. Veprat e apostujve, kapitulli 8. Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij. Por në atë ditë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem, dhe të gjithë u shpërndan nëpër krahinat e Judes dhe të Samaris përveç apostujve. Dhe njerëz të devotshëm e varrosën Stefanin dhe bën gjëm të madhe për të. Por Sauli po shkatëronte kishën, hynte shtëpi më shtëpi, duke tërhequr zvarr burra dhe gra dhe i fusën në burg. Ata pra që u shpërndan shkonin rreth e përqark duke shpallur fjalën. Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikoi atyre Krishtin. Dhe turmat me një mendje të vetme u kushtonin vëmendje gjërave që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë shenja që ai bënte, sepse frymëra të ndyra dilnin nga shumë veta që ishin të pushtuar, duke bërtitur dhe me zë të lartë dhe shumë të paralizuara të qalu shëruan.
Dhe në ato qytet u bë një gëzim i madh. Prej kohësh në atë qytet ishte një far burri që quhej Simon, i cili bënte magji dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e Samarisë duke thënë se ishte njeri i madh. Dhe të gjithë, nga i vogli e deri tek i madh, i kushtonin vëmendje duke thënë: "Ky është fuqia e madhe e Perëndisë." Dhe i kushtonin vëmendje sepse prej një kohe të gjatë ai kishte mahnitur me magjit. Por kur i besuan Filipit që shpalli lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, u pagzuan burra dhe gra. Besoi edhe Simoni vet, dhe si u pagzua arrinte vazhdimisht me Filipin dhe çuditej duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë. Dhe apostujt në Jeruzalem, kur dëgjuan se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, u dërguan atyre Pietrin dhe Gjonin, të cilët si zbriten u lutën për ta që të merrnin frymën e shenjtë, sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjërin prej tyre, por vetëm ishin pagzuar në emrin e Zotit Jezus. Atëherë vunduar mbi ta dhe ata merrnin frymën e shenjtë. Dhe Simoni, kur pase me dhënien e duarve të apostujve jepej fryma e shenjtë, u ofroi atyre para duke thënë: "Më jepni edhe mua këtë pushtet, që ai mbi të cilin do të vë duart të marr frymën e shenjtë." Por Pietri i tha: "Le të humbas paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta fitosh me paradhun tinë e Perëndisë. Ti nuk ke as pjesë as short në këtë fjalë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndisë. Pendohu pra për këtë ligësinë tënde dhe lutju Perëndisë që ndoshta të mund të falet synimi i zemrës sate, sepse unë të shoh se je në vrerë hitësie dhe në prangat e paudhësisë." Dhe Simoni duke u përgjigjur tha: "Lutuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodha asgjë nga ato që thatë." Ata pra pasi dhanë dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem, mbasi u ngjillizuan shumë fshatra të samaritanëve. Dhe një angjëll i Zotit i foli Filipit duke i thënë: "Ngrihu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Ajo është e shkretë." Ajo ngrit dhe u nis. Dhe ja një burrë Etiopas, Eunuk, një zyrtar i lartë i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjësi të gjithë thesarëve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar, tani ai po kthehej dhe i ulur në karrocën e vet, lexonte profetin Isaia. Dhe fryma i tha Filipit: "Afrohu dhe ngjit ju asaj karroceje." Filipi u tur afër dhe dëgjoi atë duke lexuar profetin Isaia dhe tha: "A e kupton vallë atë që lexon?" Ai tha: "E si do të mundi apo spata një që të më udhëzoj?" Dhe i u lut Filipit të hip dhe të ulet pranë tij. Dhe pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: "Ato e quan si delja për të therrur, dhe ashtu si qengji është me mec përpara qethtarit, ashtu ai nuk e hapi gojën e tij. Në përuljen e tij u ngrit gjyshi i tij. Po kush do të mund ta përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij ngrihet nga toka." Dhe eunuku duke u përgjigjur Filipit tha: "Të lutem, për kë e thot profeti këtë? Për veten apo për ndonjë tjetër?" Atëherë Filipi hapi gojën e tij dhe duke filluar nga ky shkrim, i shpalli Jezusin. Dhe ndërsa po vazhdonin rrugën, arritën në një vend me ujë, dhe eunuku tha: "Ja ujë, çfarë më pengon të pagzohem?" Dhe Filipi tha: "Nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh." Dhe ai u përgjigj duke thënë: "Unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë." Dhe urdhëroi të ndalet karroca, dhe të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën në ujë dhe ai e pagzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por e vazhdoi rrugën e tij me gëzim. Por Filipi u gjet në Azot dhe duke përshkuar u ngjillizoi të gjitha qytetet derisa arriti në Cezare.